CNA ka marrë sot një denoncim në lidhje me një skandal, një rast flagrant ku pretendohet për rishfet në procesin e licencimit të avokatëve nga dhoma e avokatisë. Sipas denoncimit, bëhet fjalë për provimet e licencimit të avokatëve, ku paguhen shuma monetare nga 1 deri 3.000 euro për të marrë licenca në dorë. Denoncimi thotë se 500.000 të vjetra paguhen në fillim të hyrjes në shkollë dhe 500 në përfundim, ndërsa për të hyrë në provim për licencë paguhet 100.000 të vjetra. Një gazetare e CNA-s për ta verifikuar informacionin, ka telefonuar avokatin Max Haxhia, i cili është mbrojtësi i familjes Veliaj, dhe ne kemi shpjeguar se si ai në disa raste ka shtyrë me qëllim seanca gjyqësore, duke përdorur protestat, të cilat na pas kanë pasur qëllime të tjera. Me gazetaren e CNA-s, Max Haxhia ka folur me një gjuhë rrugëçësh, thjesht vetëm se u pyet për denoncimin. Gazetarja tregohet profesionale, e kontakton në telefon, e pyet për të marrë informacion, për të konfirmuar ose që vetë Max Haxhia të mohonte pretendimet e ngritura në denoncim. Por më pas, gazetarja përballet me sjellje perverse dhe brutale të Max Haxhis. Në një telefonat të dytë te Max Haxhia nga drejtuesit e stafit për të kuptuar dhe sqaruar situatën, ofendimet në gazetares, gjuha e tij bëhet edhe më vulgare, një gjuhë rrugësh me sharje, fyerje, një gjuhë denigruese. Në fakt çudi, nuk dukej sikur po flisje me një qytetar apo me kreun e dhomës së avokatisë, por me një rrugaç gojndyr. Kjo është sjellja e Max Haxhis, që kërcënon e fyen gazetarët në mënyrën më banale, thjesht sepse po kërkonin të bënin punën e tyre e të konfirmonin lajmin. Ndoshta Max Haxhia nuk e ndjen veten prind, ndoshta nuk e ndjen veten bashkëshort, ndoshta ende nuk e di se si duhet të sillet me një vajzë, aq më tepër me një gazetare. Ndoshta nuk është mësuar ende se si duhet të sillet me një gazetar, cila është etika, pasi e konsideron veten ndoshta mbi të tjerët, ndoshta i plot fuqishëm. Por ne do të jemi këtu, ditë pas dite, do t'ja qjerrim maskën, do t'i mësojmë etikën dhe edukatën Max Haxhis, që të sillet me gazetarët si qytetar dhe me etik, jo si rrugaç, dhe jo me fjalë fyese, as me kërcënime. Ti tregojmë se nuk është thjesht dhe vetëm një pseudo avokat, por edhe një sharlatan që ka nevojë të edukohet, të mësojë të sillet dhe jo të shfaqet si bandit dhe hajdutët që ai mbron në përgjyqje që shumicën i humb. Vet bëhet milioner, viktimat vuajnë burgjet.